Deri në moshën 3 vjeçare, nëna e Enit nuk pati asnjë shqetësim për zhvillimin e djalit të saj. Kur arriti këtë moshë, ajo filloi të vërente ndryshime të vogla, por të dukshme, që e bënin të dallonte nga fëmijët e tjerë. Pas shumë vizitave mjekësore, ajo e kuptoi se djali i saj kishte elemente të autizmit. Me shumë emocione, Mirush Sadriu na rrëfen se si e përjetoi këtë periudhë të vështirë, që ndryshoi rrënjësisht jetën e saj dhe të gjithë familjes. Në fillim, domethënë kur e kom marrë vesh, djali ka qenë 3 vjeç. Nuk e kom ditë për shembull çka ka veç se nuk ka fol. Kur ja kom bërë incizimin e kokës, domethënë i ka dalë që është me elemente të autizmit. Në fillim nuk e kom ditë çka është. Është normale se s'kom pas një hurrit rreth autizmit, nuk e kom ditë as çka është. Mirë po normal tani ju kom referu mjekve. Nuk është diçka që mundet mu shëru, mirë po mundet me punu me të për me arrit diçka ai fëmijë. E kom përjetu pak keq, sepse domethënë nuk kena rrit, nuk kena pa ai fëmijë që ka pas kësën e vështirësi, ka qenë shumë vështirë. Sepse djali tu u rrit domethënë ka pas vështirësitë e veta. Nuk kom ditë me menaxhu, nuk kom ditë për shembull kur më ka qajt për diçka, nuk e kom ditë sepse nuk ka fol, nuk e kom ditë për çka po kanë. Natën më ka kaq shumë. Edhe nuk e kom ditë çka. Mirë po kur ka fillu me fol, ka pas 3 vjet e 5 mujt fjalët e para, domethënë normali kum qute psikologu, me ndihmën e tyne në ekstrem. Terapisti Aida më ka ndihmu tepër. Edhe kur që natën ka thonë ka lyp ujë ma ka bu. Edhe domethënë më kanë tepër e lumtun. Në ekstrem se domethënë e kum marrë vesh që nashta djali më ka kajt për ujë dhe nuk e kum ditë pse më ka kajt. Domethënë kanë qenë emocione të përzime soj, domethënë më kanë e mërzitme, soj më kanë e lumtun. Sen e tjera domethënë veç çdo ditë ka pas tjera. Sen domethënë vështirësitë. Tani kanë paragjykimet e njerëzve. Ju mbështetja ka qenë zero në atë ku. Domethënë që ka ndodhur para 7 viteve. Edhe ka qenë numri shumë ma i pakët, mirë po edhe si prind na përgjithësi kena më shef. Mos tom 100% prind, mirë po 90% e kena më shef për fëmijët që janë zakonisht kur janë më të vogël. Jo për ndonjë arsye. Po mendojna që tu rri djali mëson, domethënë edhe bëu si fëmijë tipik tjerë. Mirë po, jo. Edhe ka qenë për mu, ka qenë tepër ma vështirë kur e kom shef. Se kur kemi dalë dikun, ju mundu me çdo kush me ullë, ju mundu me çdo kush se po më shet tjetri. Thot tjetri qa ka ky, pse po bërte atë, që çfarë nane nuk po mundet me menaxhu, domethënë kanë qenë shumë ma vështirë për mu. Mirë, po në momentin që e kam pranu, ka qenë djali 5 vjet, atëherë e kom pranu, mas por ja kom pranu vetës, mandej tjerve. Me zemrën që i rriste fort dhe me sy që ishin mbushur me latë, flet se si Eni ja shpreh dashurinë përmes komplimenteve. Ajo na rrëfeu për rutinën e përditshme të tij, për talentet, mundësitë dhe mënyrat që ajo ka gjetur për ta ndihmuar atë të zhvillohet dhe të komunikojë me të tjerët. Zgjohet në orën 7. Edhe kur ti thom Eni që se keme shumë shkollë, domethënë qohet shumë kollaj, nuk i thom 2 herë, nuk ka nevojë. Edhe i thom hin banjo, i pastron dhëm, domethënë, i kryen nevojat, çka ka, vjen, e din që ka me vesh teshat, mirë po normale ndihmoj gjithmonë. Edhe një herë ja kom harru çantën, domethënë te korridori, ka bu çanta, edhe më kom tepër e gëzuar, domethënë që pedin që du të me marr çantën me vete. Djali ka pas një progres tepër shpejt edhe ka mësu tepër shumë. Mirë po edhe kom punu me të non-stop. Nuk jam ndalë asnjëherë. E kom qenë në qendër të Prishtinës. Tani kom qenë edhe në Qerdhe, në Kopsht. Ka fillu me lexu pej 4 vjet e gjysmë, domethënë me reklama. Duke shku në Prishtinë domethënë me autobus, duke u kthy domethënë non-stop ma ka bu me gisht, çaçi tu, për shkak çapo shumë me gisht. Unë ja kom lexu, tash domethënë ka fillu vetë me lexu, nuk e di. Mënyrën qysh ka lexu, nuk e di, veç se domethënë lexon komplet. Kur ka shku në klasë parë, i vetmi ka qenë që ka ditë me lexu. I vetmi ka ditë domethënë që ka ditë në anglisht. Është i mirë edhe në gjuhën angleze. Domethënë kur të bëhet e hane e din që do të më shku në shkollë. Kur bëhet e marte e din që do të më shku për shembull në qendër Mitrovic, nuk e di çysh, veç ma bën të mësuesja Selvet. Shkon në Mërkure, normal vjen në shtëpi. Kur bëhet e ajte e din që ka më shku, ma bën të mësuesja Selvet. Edhe kur bëhet e shtunë e dile që unë jam në xhami që punoj, ma bën
mami me shku në xhami, e din që do të me shku në xhami, nuk e di qysh monet me kuptuaj, nuk e di veç se e dinaj. I kam ndihmu tepër edhe djali i dytë, sepse i kam ish 1 vjet nërmjet, edhe i kam ndihmu në ekstrem, domethënë kam mësu shumë prej tina. Kam mësu fjalën e parë për shembull mam, tu e ni ato, ka thirr, domethënë, edhe çka po du me cek diçka që ka bo tepër mu një mirë. Para 1 jave, domethënë, spontanisht ku kanë. Unë kom qenë, domethënë, punë të mia, to i bu, ma ka bo mam ti shumë e mirë, që u një tepër mirë. Sepse ka qenë spontanisht, edhe domethënë, dashnia aty në është tepër e pastërt, është pa hile edhe pa sherr, domethënë, kur ta tregon ai dashnin ta tregon me sinqeritetin më të madh që mundet me pas, sikur nana ndaj fëmijët, edhe fëmiu, domethënë autik ndaj nanës ose kushdo qoftë ai person. Ajo tha se mbështetja nga familja dhe shoqëria ka qenë e rëndësishme, por shpeshherë ka ndjerë mungesë mbështetjeje nga shërbimet shëndetësore dhe edukative. Sfidat janë tepër të mëdha. Me fol tash, kur ka qenë djali 3 vjet në ekstrem, edhe pse në qendër Prishtinës ka qenë 5 euro atëherë ora, mirë po tash ka ndryshu, domethënë, çdo vete ma shumë veç po shkon terapia duke u rritë, domethënë, psikologjike ashtu dhe logopedike. Për një prind që punon njani, domethënë është në ekstrem zër, nuk mënet mja dalë. Se gjë që domethënë e kum provu edhe vetë, e lemo, edhe 2 prind me punu, domethënë është në ekstrem shtraj terapia. E qendra ma pa të mundësu shumë, ja di shumë faleminderit, ka marru kartolina për to. Për ditën botërore të autizmit, unë ja u bësha, ato domethënë ma heqin terapinë e djalit, domethënë e qojsha tani pa pagesë, mirë po ato domethënë jena koordinuar. Se për shembull, unë si prind nuk kam drejt me apliku për shembull për asistent djalit tem. Tash djali me 120 euro, 120 euro, tash unë du të me shku në Mitrovica, ose tash ka prind për shembull që e qendra në qendër Prishtinë, është në ekstrem zar. I falenderoj tepër mësusën, se normal pa qenë mësusja me bashkëpunu me prind, nuk kisha mujt me dal kaq e kënaqur me ta. Veç i falenderoj tepër mësusën Zejnep, ka qenë klasën e paraja, edhe mësusën Dafin tash. I falenderoj në ekstrem edhe prinde asoj klase, sepse janë familja e me dytë. Në ekstrem i ndihmojnë djalit tem, edhe fëmijët e tyre janë të bekuar ata. Ata prind, elhamdulillah, që i kanë ata fëmijë, që i kanë edukuar në atë frymë. Për të kuptuar më shumë për jetën e Enit, vizituam edhe klasën e tij. Ambienti në klasë ishte plot ngjyra dhe entuziazëm, ku çdo fëmijë kontribonte me kreativitetin e tij, duke realizuar punime të veçanta për ditën ndërkombëtare të fëmijëve autik. Mësuesja e tij shpjegoi se puna me një fëmijë me autizëm kërkon më shumë durim, fleksibilitet dhe mbështetje të veçantë. Ajo shpjegoi metodologjinë që ndjek për të ndihmuar Enin dhe se si e menaxhon komunikimin dhe ndërveprimin e tij me shokët. Duhet të përdorë metoda dhe strategji në mënyrë që të krijohet një ambient sa më i sigurt dhe mbështetës për fëmijën. Disa nga strategjitë ose metodat që i përdorim janë përshtatja e përmbajtjes dhe mësimit, përdorimi i metodës vizuale sepse kuptojnë më mirë, përdorimi i përforcuesve pozitiv, sepse në momentin që është përblen ose kemi ato përforcues pozitiv, është një moment kur nxënësi me autizëm ndihet më i motivuar për mësim. Është shumë e rëndësishme edukimi, që fëmijët të kuptojnë dhe të pranojnë fëmijët me autizëm, po edhe diversitetin përgjithësi, sepse jo vetëm fëmijët me autizëm kanë nevoja të ndryshme, po secili kemi nga një nevojë ndryshe nga tjetri dhe duhet të jenë të hapur që mi pranu nevojat e të gjithëve. Kemi pas nga fillimi i punës me nxënësi me autizëm progrese, edhe pse ndoshta nuk kanë qenë ashtu shumë të mëdha për momentin, po kur kthehemi kohën prapa dhe krahasojmë me mënyrën se sa ka qenë progresi i tij në fillim me tani, mund të themi që kemi pasur progrese. Duhet përkrahje shumë e madhe, sidomos duhet të kërkojmë trajnime edhe ofrimet materialeve të ndryshme edhe përkrahje, sepse me të vërtetë fëmijët me autizëm janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Asnjë fëmijë autik nuk është i njëjtë me fëmijën autik tjetër dhe mund të kenë sfida jashtëzakonisht të mëdha, po me bashkëpunimin e shkollës edhe prindërve dhe mësimdhënësve, po besoj që mund të arrihet një sukses. Ndërkohë shokët e tij të vegjël dhanë mesazhe të fuqishme. Fjalët e tyre pasqyronin një lidhje të thellë e të sinqertë dhe kjo bëri që Eni të ndihej i vlerësuar dhe i dashur. Unë kaloj shumë bukur se Eni është një djalë i mrekullueshëm dhe është shoku im më i mirë në botë.
edhe unë e prej ti kom mësu dhe se është një sfidë dhe një mundësie për të shprehur vetë vetën në mënyrën e tij unike, edhe ai me ka një memorje të mrekullueshme, edhe është jashtëzakonisht i mirë në lexim dhe në këndim. Është të kalim shumë kohë të mirë me të, sepse është një nxënës shumë i mirë, i shkëlqyer, edhe na kena mësuar shumë prej tina, edhe ai na respekton, edhe na mëson shumë gjëra të mira që më kalu me ta. Një letër falenderimi për shokët filloi ta lexoj Eni dhe e përfundoi asistentja e tij. Në atë letër ai shpreh të mirënjohjen dhe falenderimin për shokët e tij të dashur. Për ju shokë dhe shoqe që çdo ditë e bëni të pamundurën për Enin, Eni ka përgatitur një letër për ju. Të dashur shokë dhe shoqe, unë jam shumë e fat që ju kam. Çdo ditë ju më bëni të ndihemi lumtur. Më pëlqen kur luajmë bashkë, kur më ndihmoni dhe kur më bëni të qesh. Ju jeni si një familje e dytë për mua. Ndonjëherë unë nuk e them me fjalë, por ndjej sa shumë më mbështesni dhe më kuptoni. Ju më ndihmoni kur kam nevojë. Më prisni me buzëqeshje dhe më bëni të ndihemi veçantë. Unë ju falenderoj nga zemra që më pranoni ashtu siç jam. Ju dua shumë të gjithëve dhe shpresoj të mbetemi miq për gjithmonë. Me dashuri, Eni.